Europa deri tani I ka thithur ato kostot e para të luftës, duke qenë se është një ekonomi goxha e shëndetshme dhe që funksionon në mënyrë të mirë. Ditën e djeshme, ajo që ndodhi e rëndësishmja ishte njoftimi nga shefja e Europës së Bankës Qendrore, Christine Lagarde, e cila nuk do të rritet norma interesit për eurot, është në fakt një indikator shumë I rëndësishëm. Ajo çfarë ka filluar të ndodh paktën ditën e djeshme, kompanitë më të vjetra që prodhojnë energji dhe që përdor qymyrin si lëndë direkte, ka rritur kapacitetin, e ka dyfishuar më saktë dhe kjo do të thotë më shumë ndotje për mjedisin, është një gjë që qytetarët evropianë në fakt nuk e presin në mënyrë mjaft të mirë. Nëpër supermarketet tashmë çuditërisht është vënë re një rritje e çmimit të çokoladave, peshkut dhe produkteve të tjera të cilat kanë le të themi si bazë kryes transportin atyre nëpërmjet rrugëve detare, duke qenë se gjithë transporti global tashmë është ndërprerë. Shumë qytetarë europianë kanë raportuar sipas disa mediave europiane që kanë marrë një email nga kompanitë e tyre të fluturimit si EasyJet apo si Ryanair, që u thotë se udhtimi juaj që keni planifikuar në maj apo në qershor tashmë ka një rritje të çmimit. Nëse e pranoni këtë çmim të ri, mund të vazhdojmë apo nëse doni ta anulloni pra udhtimin tuaj. Në Prag apo në Çeki transporti publik është mjaft I mirë dhe ende nuk ka pasur le të themi një ndikim nga këto çmime.